Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot në konferencën për shtyp vazhdoi me denoncimin e manipulimit të zgjedhjeve të 11 majit, ku përqendrua sidomos tek votat e vjedhura të diasporës sipas tij. Gazetarët e pyetën Berishën nëse do të mbante një leksion para deputetëve të rinj të Partisë Socialiste në Akademinë Politike që nisi sot, cila do të ishte tema. Kryetari i Partisë Demokratike tha se për deputetët e Partisë Socialiste, ku përmendi edhe Sara Milen, kishte vetëm një fjalë, jo leksion. Lini mandatet sepse nuk përfaqësoni popullin, por kartelet e drogës. Me deputetët e Partisë Krimit kisha vetëm një fjalë. Nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelet e drogës dhe krimin në Shqipëri. Ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund t'jenë ata, s'ka ata përfaqësor, a e peti që bëhen ata më thopë jo. Të gjitha votat në fletët pa firma i mirë të vetëm një person që quhet famozja Sara Mile. E kuptuat pra, ka ndodhur gjëra që të nofta treni bulgar është thjesht njëri komponent se duket se ka patur dhe ndërhyrje të tjera shumë më të mëdha. Ata e thash në fjalën e parë që mbajta, ata aty në parlament vjen thuja Elvis Doçi, Xhevdet Troplini, Fatmir Troplini, vin pojat, vin karteli i drogës Troplin. Në parlament vin karteli i drogës Gjushit, Shqopës e tjere me radhë. Në parlament vjen karteli i heroinës dhe i kokainës Elbasanit, Suel Çela me lejtnantët e vetë. Pra vin baron të drogës. Kjo është e vërtet e parlamentit që vjen.